Skandali i fundit që ka përfshirë gjithë botën nuk ka lënë anash as Kosovën. Për skandalin e njohur të Epstein, kanë folur edhe komentuar njohës të politikës së fushave të ndryshme. Edhe të përfshirë në këtë dosje ish presidentet e Kosovës Begjet Pacollia, Tifeta Jahjaga e kanë quajtur si të pa bazë e pa fakte përfshirjen e emrave të tyre. Pacolli madje e quajti si veprim të pabezë, duke thënë se personi që e ka përfshirë aty ka bashkëpunuar me të për 20 vite. Po ashtu edhe Atifeta Jahjaga ka reaguar pas këtyre publikimeve duke mohuar përfshirjen e saj dhe duke thënë se nuk është përmendur emri i saj. Lidhur me këtë akuzë dhe përfshirjen e Kosovës, është treguar shumë kritik edhe profesori shqiptar që vepron në Amerikë, profesor doktor Reshref Ymeri. Ai është zotuar se Jeffrey Epstein e njeh për veprimtarinë e tij. Unë e di shumë mirë se kush është kryefliqësira Epstein dhe në çfarë pisliqesh të poshtra është marra i bastard, thekson profesori. Ai tutje thot se Kosova e ka futur në këtë skandal qëllimisht. Kosovën e futin në seks skandalin Epstein, jo gabimisht, por qëllimisht. Kjo për arsye se kundër Kosovës vepron gjithë spionazhi serbo-rus. Për më tepër kundër bombardimit të Serbisë është shprehur Donald Trumpi, që në dhjetor të vitit 2015 pra është pozicionuar në krah të Serbisë dhe të Rusisë, dy shtete fashiste këto në kontinentin evropian, thekson ai. Megjithatë, Ymeri thotë se Kosova ka fatin e madh që ka dy personalitete të mëdha në krye, presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Por Kosova ka fatin e madh se ka në krye dy personalitete të shquara, presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Një dhuratë hyjnore kjo për mbar kombin shqiptar në krejt historinë e tij mbi një shekullore, thekson ndër të tjera ai.